Do ndjekim tani hap pas hapi se si bëhet antarësimi në regjistrin e donatorëve për palcën e ishtrave. Fillojmë me një pyetësor i cili është pyetësor mjekësor, si dhe me të dhënat tona personale. Tani është faza e dytë e antarësimit dhe është marrja e gjakut. Është një procedurë si gjithë të tjerat, ku bëjmë dhe analizat rutinore, pra marrja e gjakut. Kjo është e gjithë procedura dhe me diçka kaq të lehtë, normalisht me këtë procedurë pra kaq të lehtë dhe me aprovimin tuaj nëse ndonjëherë ju kontaktojnë, ju do jeni heroi i dikujt dhe do shpëtoni një jetë.